تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, atë e lavdrojmë dhe falenderojmë dhe atij shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili është I vetëm dhe pa shoq, I pa ortak dhe pa rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o ju që keni besuar, friksojeni Allahut dhe ruhuni zemrimit të tij me një frikë të vërtetë, ashtu si I takon madhrisë së tij, dhe mos vdisni ndryshe përveç se duke qenë musliman. O njerëz, friksojuni Allahut, I cili ju krijoi nga një njeri I vetëm dhe prej tij e krijoi bashkëshorten e saj, dhe prej atyre të dyve shpërndau shumë burra dhe gra. Pra friksojuni Allahut në emër të cilit ju I kërkoni të drejtat e ndërsjellja dhe ruajini lidhjet familjare, dhe dijeni se Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju që keni besuar, friksojuni Allahut, ruani zemrimit të tij dhe thoni vetëm të vërtetën, atëherë Allahu ju a përmirëson veprat, ju a fal gjunahet, dhe kush I bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, ai ka korrur me të vërtet fitore madhështore. Mëtej, fjala më e vërtet është fjala e Allahut, udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. E falenderojmë Allahun vazhdimisht për dhuntitë e tij të panumërta dhe mirësitë e tij të shumta. E falenderojmë Allahun që na udhëzoi në tauhid dhe na udhëzoi në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Duke ditur se tauhidi është çështja më e rëndësishme që ekziston dhe çështja më e rëndësishme të cilën çështja më madhështore të cilën e mund ta arrijë njeriu me sukses dhe me dhurat nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është çështja kryesore që me të cilën duhet të angazhohet njeriu, sidomos thirrësi në fenë e Allahut, dhe secili që Allahu I ka dhënë udhëzim është thirrës. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau aya." Do të thonë transmetoni nga unë ose kumtoni, përcillni nga unë qoftë edhe një ajet, sepse shpesh herë ai tek I cili bartet dituria kupton më mirë se ai që e ka bartur. Prandaj secili duhet ta transmetojë atë që e ka mësuar nga feja e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në këtë rrugë duhet patjetër ta di se çështja më e rëndësishme me të cilën duhet të angazhohet është tauhidi, veçimi I Allahut. Dhe kur themi tauhidi, kemi për qëllim tauhidul uluhiyya, veçimin e Allahut me adhurim. Pra çështja kryesore është thirrja që ta adhurohet vetëm Allahu dhe mos adhurohet askush tjetër përveç tij. Dhe I gjitha ibadeti, e gjithë feja t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala me përkushtim të pastër dhe të sinqert vetëm atij subhanahu wa taala. Pse është kjo çështja më e rëndësishme? Sepse kush e shfleton Kur'anin dhe lexon në librin e Allahut subhanahu wa taala, do ta shohë se kjo është ajo që me cilën I ka urdhëruar Allahu të gjithë pejgamberët. Secili pejgamber që nga I pari, nga Nuhi alayhi salatu wassalam deri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka pas këtë detyrë, thirrjen për veçimin e Allahut me adhurim.
Dhe ka thënë Allahu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Do të thonë te secili popull kemi dërguar një të dërguar që t'ju thot adhuroni Allahun dhe largohuni nga taguti. Dhe taguti që është përmendur në këtë ajet nuk ka dyshim se është çdo kush që adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala, që i drejtohen adhurimet, veprat që do t'i përmendim disa prej tyre, i drejtohen, do të thonë për t'u afruar tek Allahu. Dhe argument se ky është kuptimi i tagutit janë ajetet e shumta dhe historitë e shumta që i ka përmendur Allahu për pejgamberët dhe luftën e tyre me popujt e tyre. Secili pejgamber ka ardhur dhe i ka thirrur njerëzit që të largohen nga adhurimi i secilit tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Nuk ka dikund ndonjë prej pejgamberëve që ka ardhur edhe ka emërtuar tagut diçka tjetër, siç është në kohën tonë që i japin, do të thënë përdorin këtë emër për lloj-lloj kuptime, sipas qëllimeve politike, ose qëllimeve sektare, ose qëllimeve të interesave, ja japin emrin tagut, do të thënë secilit që duan ta luftojnë, jo për Allahun subhanahu wa taala. Kurse ajo që kanë luftuar pejgamberët e Allahut ka qenë drejtimi i adhurimit, kushtimi i adhurimit, kujt do qoftë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka qenë lufta e popujve, prandaj edhe ata popuj që i kanë luftuar pejgamberët, do të thonë mushrikët që kanë qenë kundërshtar, nuk kanë besuar edhe i kanë luftuar pejgamberët, e kanë kuptuar thirrjen e vërtetë të pejgamberëve. Më mirë se shumë njerëz, domethënë në kohën tonë që ja përshkruajnë veten Islamit, edhe ja përshkruajnë veten thirrjes, ja atribuojnë vetveten davetit për tek Allahu subhanahu wa taala. Domethënë nëse i shikojmë sqarimet që janë në librin e Allahut, e shohim se shumë prej mushrikëve, armiqve të pejgamberëve, e kanë kuptuar thirrjen e pejgamberëve më mirë se ata që sot pretendojnë se janë thirrës në rrugën e pejgamberëve. Prandaj ata kanë thonë, ata kanë luftuar për të vazhduar në adhurimin e të adhuruarve të tyre. Edhe prandaj kanë thonë ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Do të thonë ne këta i adhurojmë vetëm që të na afrojnë tek Allahu. Kjo ka qenë arsyeja e tyre, kanë thonë i adhurojmë këta që të na afrojnë tek Allahu, sepse thirrja e pejgamberit ka qenë që t'i braktisin këta dhe ta adhurojnë vetëm Allahun. Dhe arsyetimi i tyre ka qenë ky, do të thonë që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala. Dhe kanë ditur ata se këto veprime që i bëjnë janë adhurim. Prandaj ka thënë ma na'buduhum illa liyuqarribuna. Do të thënë ne i adhurojmë këta, por nuk i adhurojmë për asnjë qëllim përveç se që të na afrojnë tek Allahu. Kurse sot njerëzit që i përshkruajnë Islamit thonë nuk është adhurim ky. Do të thënë shkuarja te varri, falja e namazit te varri, bërja tawafit rreth varrit, lutja drejtuar të vdekurit që është i varrosur në varr, lënia e dhuratave, lënia e sendeve, do të thënë një natë te varri, pastaj që të marrin shërim ose mbrojtje ose diçka të tillë, thonë kjo nuk është adhurim. Do të thënë kurse mushrikët e kanë kuptuar më mirë se veprën që e bëjnë është adhurim për këta të tjerët. Por kanë thonë janë arsyetu se duam që me këtë adhurim ne t'i afrohemi Allahut subhanahu wa taala. Kurse pejgamberët dhe në krye të tyre pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kanë luftuar këtë fenomen. Edhe kanë thonë se pra nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala. Kështu duke filluar nga pejgamberi i parë Nuhi alaihi salatu wassalam, Allahu i ka dërguar pejgamberët për këtë qëllim. Dhe Nuhi alayhi salatu wassalam ka qëndruar te ai popull që është populli më i keq, edhe populli më arrogant, më i padrejt, si e ka përshkruar Allahu, wa qauma nuhin min qabl innahum kanu hum adhlama wa atgha. Do të thonë populli i Nuhit më përpara, që është i pari, do të thonë prej këtyre popujve, ka qenë më i padrejti dhe më arroganti. Do të thonë prej të gjithë popujve. Dhe si përshkruhet për shembull në surën Nuh edhe
në suret të tjera, në vendet të tjera, arroganca e tyre, këmbgulja, kokforcia, mendimatësia dhe lufta, tallja, gjithashtu me pejgamberin e Allahut Nuhin alayhi salatu wassalam, dhe kjo ka vazhduar 1050 vjet, 1000 vjet. Domethënë duhet ta imagjinojmë këtë numër kur themi në 1000 vjet, duket sikur një periudhë e thjesht, mirë po, ajo është periudhë shumë e gjatë. Ka luftu Nuhi alayhis salam për një çështje vetëm që ta adhurojnë Allahun dhe mos adhurojnë askën tjetër përveç tij. Nuk ka luftu për lëvizje politike, për përmbysje të shteteve, për marrje të pushtetit, për formime të partive ose për, domethënë, ndryshime ekonomike. Pra, ky ka qenë domethënë kuptimi i Nuhit alayhis salam dhe kuptimi i të gjithë pejgamberëve. Ka qenë se Allahu i ka urdhëruar për këtë çështje. Kurse sot njerëz që i thon vetes se janë thirrës ose veprimtaris, domethënë veprues ose veprimtar islamist, si i thonë se kjo çështja, thirrja për tauhid, është thirrje e shpikur, edhe se është thirrje e dëmshme, që shkakton përçarje. Kurse ne duhet t'i bashkojmë njerëzit që ta marrin pushtetin, sepse padrejtësia që bëhet në shtet ose në ligjet që i vendos shteti ose në gjykimet ndaj njerëzve, do të thënë është më e madhe se kjo për cilën flisni ju. Dhe më e rëndësishme është të flasim për padrejtësinë që u bëhet njerëzve këtu, atje, vëllezërve tanë, në atë vend, në këtë vend. Do të thënë kjo është çështje më parsorë se sa kjo që po thrisni ju. Edhe prandaj i quajnë njerëz të thirrjes së tauhidit me nofka të llojshme. I quajnë vahabista ose në kohën tonë edhe më shumë janë larguar nga ky term, edhe më shumë e përdorin termin rebjovca ose medhali. Domethënë për ta luftuar thirrjen në tauhid. Edhe popujt e mëparshëm i kanë përdorur nofkat. Domethënë nuk është diçka e re. Shejtani ka ardhur te ai popull, i ka mashtruar, njëherë i ka thonë bëjni varret e këtyre njerëzve të mirë, bëni figura përmendore aty që t'i kujtoni veprat e tyre. Edhe pastaj kur është largu kjo gjenerat që i ka njohur këta njerëz, edhe kanë ditur se janë njerëz që e kanë adhuruar Allahun, ka ardhur gjenerata tjetër kur është përhap ignoranca, edhe ju ka thonë shejtani atyre këta duhet t'i adhuroni. Edhe atëherë, domethënë ka ardhur Nuhi alayhis salam për ta luftu, për ta çrënjosur këtë dyshim, që duket dyshim shumë i lehtë. Domethënë si ta adhurohet tjetër kush përveç krijuesit subhanahu wa taala. Siç e ka përmendur Allahu argumentet në librin e tij. Dhe ka ardhur Nuhi alayhis salam, domethënë është mundu 1050 vjet, edhe e ka largu, domethënë e ka sqaruar tauhidin, e ka luftuar shirkun, derisa nuk ka pranua askush. Atëherë, Allahu i ka shkatru të gjithë njerëzit e shirkut dhe kanë bet një numër i vogël prej pasardhësve të Nuhit a.s. që kanë qenë pasues Nuhit a.s. dhe është rivendos tauhidi në tokën e Allahut. Pastaj kanë kalu gjenerata dhe përsëri shejtani ka ardhur me të njëjtat dyshime dhe me të njëjtat mashtrime. Përsëri njerëzit i kanë pranu. Dhe kështu ka ardhur pejgamberi tjetër dhe tjetri deri në kohën kur ka ardhur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe e ka sqaruar tauhidin, e ka sjell argumentin, e ka pastru tokën, domethënë ato vende i ka pastru prej shirkut dhe është rënjosur tauhidi dhe imani i saktë në zemrat e sahabëve. Dhe ata kanë përhapur këtë tauhid në përbot dhe për shkak të kësaj Allahu ka bërë që t'i nënshtrohet bota atyre. Pastaj, pas kalimit këtyre gjeneratave, ka ardhur prapë shejtani me të njëjtat dyshime, me të njëjtat, domethënë me këto argumentime dhe dyshime ose futje të hamendjeve të njëjtat. Mirë po, në këtë kohë është e çuditshme se ka ardhur te disa njerëz që ka sjell devijime më të rënda se devijimet e mëhershme. Më thënë më të rënda, pra popujt e mëparshëm i kanë shoqëruar Allahut të adhuruar të tjerë në uluhije. U kanë drejtuar adhurime atyre, duke thënë i adhurojmë që të na afrojnë tek Allahu. Kurse në këtë kohë ka njerëz që thonë
që u japin, do të thonë këtyre të adhuruarve, u japin atributet të Allahut subhanahu wa taala. Edhe thonë se ky jep fëmijë, ky varr shëron, ky sjell rrezik, ky gur ta bën këtë dobi, kjo hajmalia të mbron, do të thënë e japin këto cilësi dhe këto vepra që i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Ose ai filan shehu i tarikatit e di gajbin e kështu me radhë, do të thënë janë cilësi që i takojnë vetëm Allahut lartësuar. Ja japin krijesave të tij dhe japin një pjesë të rububijes. Prandaj tauhidi është çështja më e rëndësishme që e mësojmë nga libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse prandaj ne kemi obligim ta mësojmë Kur'anin si me lexim edhe mësim përmendsh, edhe gjithashtu kuptimin dhe marrjen e urtësive në fjalët, në urdhrat, në renditjen e fjalëve. E keni pa, do të thënë se disa njerëz angazhohen shumë me sqarimin të renditjeve të ajeteve ose renditjeve të fjalëve në ajet. Mirëpo ajo që është më e rëndësishmja, që nuk e vërejnë shumë njerëz, qëllimi kryesor i kësaj renditje. Prandaj nëse e shohim librin e Allahut, e hapim librin e Allahut nga surja Al-Fatiha në fillim, edhe pastaj vazhdojmë surën Bekara, edhe shohim këshilla madhështore, udhëzime madhështore, mirë po urdhri i parë në cilin hasim. Kur e lexojmë librin e Allahut, vim te urdhri i parë, ku ka thënë Allahu i lartësuar, ja ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Do të thonë o njerëz, pra urdhër që i drejtohet gjithë njerëzimit. Adhurone vetëm Zotin tuaj. U'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Do të thonë ky është ajeti 20 i surës Bekara. Deri këtu nuk ka ndonjë urdhër. Pra në Kur'an, ky është urdhri i parë dhe ajeti tjetër gjithashtu është ndalimi i parë, ndalesa e parë, dhe që është ndalesa ose ndalimi i shirkut. Pra ka thënë Allahu i lartësuar, ja ayyuhan nasu u'budu rabbakum, o njerëz, adhuroni Zotin tuaj, alladhi khalaqakum, i cili ju ka krijuar ju. Do të thonë ky është argumenti i mjaftueshëm, edhe argumenti më i fuqishëm. Allahu është krijuesi juaj. Pra adhuroni vetëm atë, mos e adhuroni askënd përveç tij subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Do të thonë ai që ju ka krijuar juve dhe i ka krijuar tjerë që kanë qenë para jush, pra adhuroni vetëm atë që të jeni të ruajtur, të devotshëm. Pastaj përmenden argumente të tjera, alladhi ja'ala lakumul arda firashan. Do të thonë ai që ju ka bërë tokën shtrat, do të thënë mbi të cilin ecni, jetoni, pushoni, kërkoni furnizimin tuaj. Was-samaa bina'an, edhe u ka bërë qiellin ndërtesë për mbi jush, do të thënë që është mbrojtje. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dhe prej qiellit ose prej lartësisë ka zbritur Allahu ujë, fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, edhe përmes këtij uji ju kanë nxjerr nga të gjitha frutat, do të thënë furnizim për ju, pra ka zbrit nga qiell, nga lartësia, do të thënë sepse fjala sema do thot lartësi. Çdo gjë që është përmi quhet sema. Dhe ajo që është mbi krijesat që i shohim është qielli. Prandaj është emri i qiellit sema. Kurse kur themi Allahu fis sema, do të thënë Allahu është shumë e përkthejmë, do të thënë nga shprehia e gjuhës, Allahu është në qiell, mirëpo qëllimi është në lartësi. Do të thënë është lart mbi të gjitha krijesat e tij. Kurse shiu, kur përmendet shiu, e ka zbritur nga lartësia, do të thënë dihet nga rret që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Pra tani në këtë ajet thot fala taj'alu lillahi andadan. Do të thënë prandaj mos i bëni Allahut ortak. Pra kjo është ndalesa e parë. Njëherë urdhri i parë, u'budu rabbakum, adhurone vetëm Zotin tuaj, edhe ndalesa e parë, fala taj'alu lillahi andadan. Pra mos i bëni Allahut ortak, wa antum ta'lamun, duke qenë se ju e dini. Me këto ajete, Allahu subhanahu wa taala u bën thirrje të gjithë njerëzve, me të gjitha llojet
format, do të thënë të gjithë llojet e njerëzve, të gjitha racat e njerëzve, të bardhë, të zi, të kuq, do të thënë edhe të gjitha fetë, po ashtu, kjo është thirrje drejtuar secilit njeri, edhe nëse është në fe tjetër, është musliman, për shembull është prej muslimanëve, ose është në ndonjë fe tjetër, prej mushrikëve ose prej jaudive ose krishterëve, ateistëve, hindus, budist, çfarë do feje që ka, do të thënë i drejtohemi me të njëjtën thirrje. Kjo është thirrja e Allahut subhanahu wa taala, o njerëz, adhurojeni vetëm Allahun që ju ka krijuar ju dhe ata që kanë qenë para jush, do të thënë thirrje që e përfshin gjithë njerëzimin, sepse pejgamberi i fundit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka qenë pejgamber për gjithë njerëzimin, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira." Do të thënë ne nuk të kemi dërguar ndryshe përveç se përfshirës për gjithë njerëzit. Pra pejgamber që është për gjithë njerëzimin, nuk është pejgamber i arabëve ose pejgamber i lindjes ose perëndimit ose i shqiptarëve ose i turqëve, por është pejgamber i dërguar nga Allahu subhanahu wa taala për gjithë njerëzimin, që t'i thras për një gjë, që mos e adhurojnë askënd përveç Zotit të tyre. Edhe kjo është thirrja që duhet ta bëjnë, do të thënë ta bartin gjithashtu edhe pasuesit e tij sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu ka thënë Allahu, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Pra të kemi dërguar nga mëshira për gjithë botët. Do të thënë mëshira e Allahut subhanahu wa taala për të gjithë botët ka qenë shkak për dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu për gjithë botët dhe për gjithë njerëzit dhe xhinët, që të gjithë ta kryejnë këtë obligim të madh për cilin Allahu i ka krijuar njerëzit vetëm që ta adhurojnë atë dhe t'ja kushtojnë gjithë fen se cilin adhurim vetëm atij subhanahu wa taala, dhe për këtë qëllim madhështor, për këtë synim madhështor, Allahu i ka krijuar të gjitha krijesat, i ka krijuar xhinët, njerëzit, melajket dhe krijesa tjera, qiejt, tokën dhe çdo gjë që ka në tokë dhe në qiell dhe në mes qiejve, e ka bërë Allahu në shërbim të kësaj, që krijesat të cilat janë me logjik, që janë njerëzit dhe xhinët dhe melajket po ashtu, ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Do të thënë çdo krijesë tjetër Allahu e ka vënë në shërbim të këtyre krijesave që janë me logjik, që duhet ta adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala. Ka thënë u'budu rabbakum, do të thënë adhurojeni Zotin tuaj. Pra adhurojeni atë që është krijuesi juaj, sunduesi juaj, nuk është ndonjë thirrje siç thonë pretenduesit ose armiqt e të vërtetës, thonë këta thrasin në Zotin e tyre ose perëndin e tyre, ose Allahu ka thënë adhuroni Zotin tuaj, që Zoti të gjithë është një, nuk ka tjetër përveç tij, dhe ai është Zoti i të gjitha krijesave. Edhe të gjitha krijesat e kanë obligim të adhurojnë vetëm atë, mos adhurojnë askën tjetër përveç atij. Do të thonë që ju ka krijuar juve dhe ata që ishin para jush, dhe ju ka dhënë gjitha këto të mira, e ka krijuar tokën për ju, e ka krijuar qiellin për ju, ka zbritur shi për ju, që t'ju furnizoj prej të mirave që dalin prej tokës dhe që zbresin prej qiellit. Fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, do të thonë ka nxjerr prej tokës këto të gjitha frutet, do të thonë që të jenë furnizim për ju, si ka thënë po ashtu Allahu, falyanzuril insanu ila ta'ami, pra njeriu le ta shikojë ushqimin e tij. Anna sababna al-ma'a sabba, do të thonë që ne e kemi lëshuar ujin bollshëm, me bollëk të madh. Do të thonë sabba është sigur kur derdhet, do të thonë me shumicë. Allahu ka dërgu ujë të shumt, thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, pastaj e kemi çarë tokën, do të thënë që të dalin bimët, fa anbatna fiha habba, edhe i kemi bërë farat të binë, wa inaban wa qadba, edhe kemi dhënë, do të thënë nga gjitha këto frute, inaban wa qadba, wa zaytunan wa nakhla, wa hadaiqa ghulba, do të thënë kemi dhënë wa fakihatan wa abba, do të thotë kemi dhënë, ju kemi dhënë, i kemi bërë të binë farat, kemi rush, kallinj, thot ullinj, hurma,
kopshte të shumta të ngjeshura, fruta, domethënë prej gjitha llojeve të ushqimeve, prej kullosave gjithashtu, meta'an lakum wa li an'amikum, domethënë që të jenë ushqim dhe knatësi ose ndihmë për ju dhe për bagtit tuaja, gjithashtu që Allah i ka krijuar në shërbim të njerëzit. Të gjitha janë ato që njeriu ta realizoj qëllimin e vetëm për cilin është i krijuar, që ta adhurojë Allahun subhanahu wa ta'ala. Domethënë qëllimi nga këto ajete është ta kuptojmë se secilin adhurim duhet t'ia drejtojmë askujt tjetër përveç Allahut të lartësuar. Çdo lloj adhurimi, çdo gjë që e ka domethënien e adhurimit, siç është namazi, për shembull, namazi që është adhurimi kryesor prej adhurimeve trupore, domethënë të dukshme. Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar me urdhra të shumtë të fuqizuar, të fuqishëm, domethënë për kryerjen e namazit dhe për kryerjen e namazit me xhamat, gjithashtu në veçanti namazit sabahut dhe sunetit sabahut, domethënë të gjitha format e namazit, edhe ato që janë obligim edhe nafile. Pra ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 rekate të sabahut janë më të vlefshme se dunjaja dhe çka kanë të, që bëhet fjalë për sunetin e sabahut. Atëherë çfarë vlere ka farzi i sabahut, edhe namazet tjera gjithashtu, dhe të gjitha llojet e dhikrit, domethënë fjalët e mira, përmendja e Allahut, lartësimi i Allahut, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams. Domethënë që ti them këto fjalë, që janë subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, që do thot i lartësuar, i patmeta është Allahu, e gjithë lavdia i takon Allahut, ai është i përsosuri, do të thonë që i takon lavdia, nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madhi. Pra thënia e këtyre fjalëve është më e dashur për mua se çdo gjë mbi të cilën lind dielli, do të thonë më e dashur se e gjithë bota. Dhe Allahu subhanahu wa taala i ka përmendur ata që e kryejnë namazin me përulësi, me frikë ndaj Allahut, ka thënë qad aflaha almu'minun, do të thonë ka shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, do të thonë ata të cilët namazin e falin, në namazin e tyre janë të përulur, me përulësi, me përqendrim, me madhrim të Allahut subhanahu wa taala. Walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, po ashtu ata që largohen nga e kota dhe fjalët e këqija. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, ata të cilët e kryejnë zakatin, siç u përmend, do të thonë mësimin e shejhut dje, do thotë që të cilët e kryejnë me zemër të kënaqur, të pajtuar, me shpirt të këndshëm, kur e japin me vullnet, e kryejnë zakatin dhe sadakat. Walladhina hum li furujihim hafidhun, dhe ata të cilët e ruajnë nderin e tyre, e ruajnë, do të thonë, organin e tyre dhe nderin e tyre, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, përveç në lidhje me bashkëshortet e tyre ose ato që i kanë pronësinë e tyre, sepse në këtë nuk janë të qortuar. Faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul aadun, kurse ata që kërkojnë përtej kësaj, ata janë që i kanë shkelur kufit. Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dhe ata të cilët janë të kujdesshëm dhe e ruajnë amanetin dhe premtimin ose fjalën e dhënë. Walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun, dhe ata të cilët për namazet e tyre janë të kujdesshëm dhe e ruajnë namazin. Ulaika humul warithuna alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, do të thonë ata janë trashëgimtarët të cilët e trashëgojnë Firdausin, xhenetin më të lartë, dhe aty do të jenë përgjithmonë. Do të thonë ky namaz që është namazi dhe këto vepra tjera, do të thonë gjitha ato duhet me to njeriu ta ketë qëllim vetëm Allahun subhanahu wa taala. Gjitha këto vepra, edhe kryerja e namazit, edhe dhënia e zakatit, përmendja e Allahut, lutja gjithashtu, dhe çdo gjë tjetër, por edhe përmirësimi i moralit dhe ruajtja e çështjeve të moralit,
po ashtu duhet të jenë vetëm për ta adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Edhe gjitha këto janë adhurim dhe lutje. Allahu ka thënë fad'ullaha mukhlisina lahu-d-din walau kariha al-kafirun. Do të thonë lutjuni Allahut me përkushtim të pastër të gjithë fesë, çdo adhurimi vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, edhe pse këtë e urrejnë mosbesimtarët. Po ashtu ka thënë ud'u rabbakum tadarruan wa khufya. Pra luteni Zotin tuaj me friksim, me përgjerim dhe në fshehtësi. Innehu la yuhibbul mu'tadin, se Allahu nuk i do ata që i tejkalojnë kufit. Dhe në lidhje me lutjen, pra Allahu në ajetet shumta na ka urdhëruar që lutja të jetë e pastër, e dedikuar vetëm ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, pa ndërmjetës, pa do të thënë dikon që ta fus robi mes tij dhe Zotit të tij subhanahu wa ta'ala. Ka thënë Allahu wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Do thënë kur të pyesin robrit e mi për mua, un jam afër. Do thotë as për përgjigjen nuk ka futur ndërmjetës, Allahu i lartësuar. Jam afër dhe i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Do të thonë le të më përgjigjen ata mua, gjithashtu të përgjigjen urdhrave të Allahut dhe le të besojnë tek Allahu që të jenë të udhëzuar. Pra Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në këto ajete kur është përmendur secili ibadet në vetvete, çdo lloj adhurimit, na ka urdhëruar për tauhid dhe na ka urdhëruar në përgjithësi për tauhid. I ka urdhëruar pejgamberët e tij gjithashtu që ta veçojnë Allahun me tauhid. Si ka thënë Allahu duke i drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, "Qul inni umirtu an a'budu Allaha mukhlishan lahu ad-din." Do të thonë thuaj, un jam i urdhëruar ta adhuroj vetëm Allahun me përkushtim të pastër të çdo adhurimi dhe gjithë fesë vetëm ndaj tij. Wa umirtu li an akuna awwal al-muslimin, dhe jam i urdhëruar që të jem i pari të nënshtruarve, i pari muslimanëve, pra që të jemi nënshtruar ndaj Allahut dhe me veçim të Allahut me adhurim. Dhe po ashtu ka thënë Allahu, inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi. Do të thonë ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën. Fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din. Do të thonë prandaj adhuroje vetëm Allahun me përkushtim të pastër të adhurimit dhe të fesë vetëm ndaj tij. Ela lillahi ad-dinul khalis. Do të thonë vetëm Allahut i takon i gjithë adhurimi dhe e gjithë feja e pastër e kthjellët vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe i ka urdhëruar gjithë njerëzit. Ka përmendur edhe për ahlul kitab, edhe të gjithë njerëzit Allahu i ka urdhëruar me këtë urdhër. Ka thonë wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Pra nuk ishin urdhëruar për asgjë tjetër përveç se që ta adhurojnë Allahun me përkushtim të pastër të gjithë fesë vetëm ndaj tij, hunafa, larg prej shirkut. Pra i ka urdhëruar Allahu që të jenë të pastër dhe të larguar prej shirkut. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, gjithashtu që ta falin namazin, ta japin zakatin. Wa dhalika dinul qayyim. Dhe kjo është feja e drejtë dhe e ngritur, do të thënë në mënyrë të drejtë. Krahas kësaj, do thotë shohim se shumë prej muslimanëve kanë ra në pikërisht në këtë që kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala, kanë ra në shirk, në lutje dikujt tjetër përveç Allahut, edhe therrje të kurbanit, bërje të zotimeve për tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe është, do thotë, disa çështje që i bëjnë, do thënë janë të tmerrshme, që nuk i durojnë krijesat. Do thënë as krijesat e ngurta. Shirku është padrejtësia e madhe që nuk i durojnë krijesat e ngurta. Do thënë Allah ka përmendur se qiejt, toka, malet duan të çahen, të thërmohen, të shemben kur i bëhet shirk Allahut subhanahu wa taala. Do thënë i bëhet shirk, thuhet se Allahu ka fëmijë, thotë kanë thonë mushrikët, me lajket janë bijat e Allahut. Kanë thonë krishterët, Isa është biri i Allahut. Kanë thonë jahudit,
Uzeri është biri i Allahut dhe i lartësuar dhe i pastër është Allahu nga gjitha këto. Do të thënë janë fjalë për cilat qahen toka dhe qiejt, edhe shemben malet. Edhe kuptohet se kur njeriu i tauhidit, njeriu që adhuron Allahun subhanahu wa taala dhe ka kuptuar diçka prej njohjes Allahut, është që më shumë i qahet zemra dhe i shembet trupi kur e sheh shirkun të pranishëm në mesin e njerëzve dhe sidomos në mesin atyre që thonë se janë musliman. Edhe kjo është çështja më e rëndësishme, angazhimi më i rëndësishëm me të cilën duhet të angazhojë njeriu mendjen, njeriu do të thënë muslimani i pastër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë, do të thënë, i shqetësuar gjithmonë për shkak të pranisë së shirkut. Edhe ka thonë men yurihuni min dhil khalasa. Do të thënë kush do të më rahatoj prej dhul khalasas. Do të thënë ta heq ta shembat tagut, do të thënë që ka qenë i adhuruar, idhull që është adhuruar përveç Allahut, dhe ka thënë kush më rahaton prej tij. Edhe ka shku një grup prej sahabëve, pastaj kur i kanë tregu se e kanë shembur, e kanë hequr krejtësisht, e kanë djegur, nuk kanë lënë gjurmë të këtij idhulli. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur për ta 5 herë, që zakonisht e ka pasur, do të thënë, shprehit lutet 3 herë për ndonjë lutje shumë me rëndësi, e ka përsëritur 3 herë. Kurse këta që e kanë pastru tokën nga shirku, është lutur për ta edhe më shumë se sa e ka pasur shprehit, do të thënë, lutet për çështje të rëndësishme. Është lutur 5 herë që Allahu, do të thënë, t'u jap atyre mëshirë dhe sukses. Dhe prandaj pasuesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ai që adhuron Allahun duhet me do e mos të jetë i këtill që nuk i qetësohet zemra kur e sheh shirkun. Kur e sheh, do të thënë, që njerëzit i drejtojnë adhurime varreve, ose ndërtojnë xhami mbi varre, ose i fusin varret në xhami, ose shkojnë synojnë varre, marrin udhtim të apostafat për shku për të adhuruar një varr, ose si thash më herët bartin hajmali që besojnë se këto janë mbrojtës edhe japin shëndet, do të thonë, ose e largojnë smundjen që, do të thënë, e krahasojnë me Allahun subhanahu wa taala. Pra kur njeriu i sheh këto, kuptohet se nuk ka vullnet për të folur për tema tjera, për çështje që mund të jenë prej islamit, por nuk janë çështje thelbësore, ose shumica që angazhohen njerëzit me to që janë largu nga thirrja për tauhid, shumica e tyre as nuk janë pjesë e islamit, as nuk ka urdhëruar Islami, do të thënë, vrasjen e njerëzve të pafajshëm, vrasjen e muslimanëve, jo muslimanëve, bërjen e trazirave, edhe luftën për të arritur në koltukët e pushtetit e kështu me radhë. Do të thënë, ato vepra që i bëjnë janë kundërshtim, vetë ato vepra janë kundërshtim me Islamin dhe pretendojnë se luftojnë për Islam, pretendojnë se këtë e kanë për ta kthyer sundimin e Islamit, kurse atë qëllimin kryesor të Islamit e lanë anash, edhe jo që e neglizhojnë, por edhe e luftojnë. Nëse dikush do që të thrasë për tauhid, ata janë kundërshtarët e parë. Edhe thonë se ju flisni vetëm për varre, kurse ne flasim për çështje, do të thonë, që janë aktuale për njerëzit e kështu me radhë. Edhe si thamë, ata nuk e kanë kuptuar thirrjen e pejgamberëve as sa niveli që e kanë kuptuar mushrikët, që e kanë kundërshtuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë, ata e kanë ditur se Allahu është Zoti, krijuesi, dhe se kjo që kërkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është largimi prej adhurimit të tjerëve. Nuk ka kërkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej tyre që të thonë Allahu është Zoti jon, ose Zoti është një, që nëse i dëgjon sot thirrësit që pretendojnë se thrasin për Islam, mendojnë se suksesi më i lartë është që të gjithë ne, me musliman, jo musliman, jahudi, krishterë, themi Zoti jon është një. Edhe e kemi arritur suksesin më të madh.
kurse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kërkuar prej popullit të tij këtë fjalë asnjë prej pejgamberëve. Edhe ka thënë Allahu: "Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah." Do të thonë, nëse i pyet kush i ka krijuar qiellin dhe tokën, ata padyshim do të thonë Allahu. Dhe në ajetet të shumta ka thënë: "Qul man yarzuqukum minas samai wal ard am man yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhriju al-hayya min al-mayyit wa yukhriju al-mayyita min al-hayy wa man yudabbiru al-amr." Do të thonë, thuaj, kush ju furnizon nga qielli dhe toka, kush është ai që e posedon dëgjimin dhe shikimin, kush është ai që e nxjerr të gjallin nga i vdekuri dhe të vdekurin nga i gjalli, dhe kush është ai që i sundon të gjitha çështjet. Çka do thonë? Pra mushrikët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, fa sayaqulun Allah, kanë thënë Allahu. Pra të gjitha këto i bën Allahu. Sot nëse i pyet disa njerëz kush i bën gjitha këto, do thonë masont, ose jahudit, ose pushtetarët e devijum, ose do të thonë ata duke menduar se e luftojnë të keqen, u japin këtyre cilësitë të rububijes. Mos flasim për gjithashtu ata që mendojnë se ai i vdekur i evliaja që është i varrosur në varr, që nuk ka pasur fuqi ta ruajë jetën e vet, ka vdekur, edhe është i varrosur. Ai për atë thonë se ai e ka në dorë të t'jape furnizim, të t'jape fëmijë, do të thonë se nxjerr të gjallin nga i vdekuri. Nëse shkojnë te ai i vdekuri dhe kërkon fëmijë, do të thonë ja jep këtë cilësi, se ai mund ta krijojë të gjallin nga i vdekuri dhe po ashtu i sundojnë çështjet edhe thonë, si thonë shiat, për shembull rafidit, thonë se ata imamlar, do të thonë, janë që e sundojnë gjithësinë. Edhe ata janë që vendosin, do të thonë, vendosin për lëvizjen e yjeve, për lëvizjen e rejve, për zbritjen e shiut, edhe për mbirjen e bimëve. Këto i bëjnë imamlarët, ose ata si i thonë, që i kanë caktuar disa emra, thonë 7 jetimat, ose do të thonë me besimet e tyre. Këto cilësi, do thotë këta që nëse i dëgjon Ikhwanul Muslimin për shembull ose Hizbit, thonë se vetëm ata luftojnë për Islam. Vetëm këta janë që u interesojnë çështjet e muslimanëve. Këta të cilët kanë vendosur zotra të shumtë, do thotë që i kanë bërë të barabartë me Allahun në rububie. Dhe mos flasim për shirkun e lloj-llojshëm të adhurimit. Shirk, do të thonë me forma të lloj-llojshme, që nuk kanë qenë te mushrikët e Mekës kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe sufit gjithashtu, do të thonë u japin cilësi evliave të tyre, madje disa prej sufive thonë se evliat i sundojnë çështjet individuale të njerëzit, edhe çështjet shoqërore. Edhe evliat ata që janë të varrosur në varre, do të thonë secili vend, secila krahin e ka atë të adhuruarin e tyre që kanë një evlia të varrosur, edhe thonë këta evliat edhe i caktojnë pushtetarët, e caktojnë, ja japin pushtetin kujdojnë, ja marrin ata kujdojnë. Atëherë pse i luftoni pushtetarët, kur këta të adhuruar të juj i kanë caktu? Por nuk ka dyshim se do të thonë kjo është shirk më i rënd, më i vrazhd, edhe më i neveritshëm se kjo që është përmendur në Kur'an, që e kanë bërë mushrikët e Mekës. Dhe për këtë shkak, do të thonë, Allahu subhanahu wa taala i ka dërguar pejgamberët që t'u thonë njerëzve të largohen nga adhurimi çdo kujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Kurse sufit, për shembull, përmendëm diçka për shijat, sufit e kanë një do të thonë këto teprime për evliat, për pejgamberët gjithashtu, kur flasim se nuk e di të fshehtën askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe kush pretendon se dikush tjetër e di të fshehtën, ai ka dalë prej Islamit dhe nuk llogaritet musliman, derisa të kthehet, do të thonë ta mohoj këtë devijim dhe ta thotë shahadetin. Nuk është musliman ai që thotë se ka tjetër kush që e di ghaibin përveç Allahut. Ghaibin, diturinë e fshet, nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa taala, as me laiket, as pejgamberët, edhe as dikush tjetër pas këtyre. Do të thënë me laiket që janë të urdhëruar për disa veprime. Ai
meleku që është i urdhruar ta sjell shpirtin në mitrën e nënës, do të thonë t'ia sjell fëmijës, ai nuk e di se kush ku do të krijohet ose kur do t'i jepet shpirti, vetëm kur t'i vijë urdhri nga Allahu subhanahu wa taala. Me Israfili që është i urdhruar t'i fryjë surit, ai ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se e ka vendosur surin, bririn në buzë edhe pret kur do të urdhrohet. Do të thonë ai nuk e di se kur do të ndodh kiameti. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Thuaj, unë nuk kam dorën time as dobi as dëm. Do të thonë as për veten time as për ju, illa ma sha Allah. Përveç asaj që do Allahu subhanahu wa taala. Vetëm ajo ndodh. Walau kuntu a'lamu al-ghaib, pra Allahu e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të thotë, thuaj nëse e kisha ditur unë ghaibin, lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su, do të thonë atëherë do t'i kisha shtuar të mirat për vete dhe nuk do të më kishte ndodhur asnjë e keqe. Pra unë nuk e di ghaibin. Allahu e urdhëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta thotë këtë fjalë, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë padyshim. Nëse i pyet sufit në lidhje me këtë, edhe ata që i llogaritin prej dietarëve të mëdhaj, sigur ai Dedu edhe Habib el-Gjifri e kështu me radhë, i kam dëgjuar, pse thonë, kjo ka qenë nga modestia, e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë ka gënjy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sipas tyre. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë nuk e di ghaibin, sufit jo thonë jo, e vërteta është se ai e di ghaibin. Mirë po, do të thonë nuk ne ka thënë të vërtetën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kam thënë është një poezi që quhet Burda, keni dëgju, El-Busiri që ka shkruar, ka thënë duke ju drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i thotë ja akram al-khalqi, ma li aludhu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amami, do më thonë, o më i miri i krijesave, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kë e kam unë që të strehohem të kaj përveç teje. Pra të kush mund strehohem unë përveç se të ti. Do më thonë, Allahu nuk është askund të aj. Të kush do të strehohem unë përveç se të ti, kur të ndodhin vështirësit ose ndodhit e vështira, pra e ka harru krejtësisht Allahun subhanahu wa taala. Jo që i ka po shirk, po në realitet këtu e ka veçu krijesën. Po marr parasysh se është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më i dashuri i gjitha krijesave. E ka veçu veçat edhe e ka përjashtu Allahun subhanahu wa taala. Do thonë nuk ka mund të kush strehohem përveç se te ti. Edhe ka thonë fa inna min judika ad-dunya wa darrataha. Do thonë se prej dhuratave tua, prej dhuntive tua është dunjaja dhe ahireti. Do thonë dunjaja dhe ahireti është krijim prej bujarisë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ku është Allahu? Askund. Wa min ulumika ilmu al-lawhi wal-qalami. Edhe prej diturive tua është dituria e lawhit, al-lawhul mahfuz, edhe dituria e kalemit. Do të thonë çka ka shkruar kalemi kur i ka thënë Allahu subhanahu wa taala, Allahu e ka frymzuar me atë që do të ndodhë deri në ditën e gjykimit. Lapsin. Këtu ky thot, kjo dituria është vetëm e jotja. Do të thonë as Allahu nuk e përmend këtu. Edhe ka thënë illam takun fi maadi akhidhan bi yadi wa illa faqul ya zallat alqadami. Do të thonë nëse ti në ahiret nuk më merr për dorë, do të thonë të më shpëtosh ti, atëherë un jam i shkatrum. Do të thonë shikoni kjo do të thotë jo që është shirk, po është mohim i Allahut subhanahu wa taala në rububie, në asma u sifat, në çështjen e dunjas dhe ahiretit, edhe në padyshim se edhe në adhurim. Më thënë edhe në qofse është për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra ghaibin nuk e di askush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe Allahu e ka urdhru pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta thotë këtë, që të thotë se unë nuk di asgjë prej ghaibit. Askush prej krijesave nuk di diçka përveç kur Allahu i dërgon shpallje. Do të thënë se këtë përdorin sufit për dyshim, se ka thënë Allahu illa men irtada min rasul. Do të thënë ghaibin la yutliu ala ghaibihi ahada, do të thënë Allahu nuk ja mundson ta shoh ghaibin e tij askush përveç kujt ja zbulon,
përveç ndonjë pejgamberi që Allahu është i kënaqur me ta. Çka do thotë kjo? Do të thonë kur Allahu dërgon shpallje dhe i tregon diçka për çështjet e ghaibit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ai di. Edhe ne gjithashtu dim për cilësitë e Allahut, edhe dim për xhenetin dhe xhehenemin, dim për melaiket, si na ka treguar Allahu subhanahu wa taala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë këto janë çështje të ghaibit. Mirpo i dim në bazë të shpalljes së Allahut subhanahu wa taala. A mund të themi se ne jemi që e njohim ghaibin? Padyshim se jo. Edhe pejgamberët e Allahut, kur i dërgon Allahu shpallje, do të thonë din atë çështje që ua ka shpall Allahu subhanahu wa taala. Nuk thuhet se ata janë që e din ghaibin. Do të thonë në lidhje me ghaibin, edhe në lidhje me ndikimin, do të thonë përgjigjen e lutjeve ose mbrojtjen ose dhënien e strehimit, ato të gjitha janë vetëm në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë atë që ka urdhëruar Allahu, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Do të thonë thuaj, unë nuk posedoj as për veten time as dëm as dobi. Nuk e kam në dorë edhe nuk e di ghaibin. Të gjitha ato janë dorën e Allahut subhanahu wa taala, që Allahu ka thënë alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Do të thonë ai është i gjithdijshëm për të fshehtën dhe nuk ja bën të dukshme të fshehtën askujt illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Përveç kujdo Allahu për me kanë është i kënaqur prej pejgamberëve që ti shpallë diçka, atëherë Allahu vendos roje prej para dhe mbrapa ti. Dhe më thënë që mos e zbulojnë shejtanët edhe mos fusin devijime shejtanët. Dhe më thënë kur vjen shpallja te secili pejgamberi i Allahut, dhe më thënë është e mbrojtur që mos mund të ndikojnë në të shejtanët. Dhe thotë kur i shpall diçka yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Dhe më thënë atëherë Allahu sjell mbrojtje ose roje prej para dhe mbrapa, li ya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. Do të thonë kjo është që pejgamberët ta kumtojnë, ta përcjellin atë mesazhin që u ka dërguar Zoti i tyre, wa ahata bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada. Dhe Allahu e ka përfshir çdo gjë që kanë ata, do të thonë i di veprat e tyre, lëvizjet e tyre dhe çdo gjë që kanë ata. Dhe Allahu ka përfshirë me diturinë e tij numrin e të gjitha krijesave. Pra çdo gjë është në diturinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pra urdhri për të gjithë njerëzit është që ta adhurojnë vetëm atë, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Dhe më thënë thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, i cili nuk ka ortak, nuk ka as kush që mund të krahasohet ose të barazohet ose të jetë kundërshtar apo rival ose gjithashtu ortak me Allahun subhanahu wa taala. Ai është i vetmi absolut në të gjitha këto që përmendëm edhe në shumë çështje tjera. Prandaj shirkun, si tham, nuk e durojnë krijesat që kanë, do të thënë edhe krijesat e ngurta. Dhe ata që kanë pak njohuri për Allahun subhanahu wa taala duhet jenë edhe më parsor. Pra, kur ata krishterët që kanë thënë se Allahu ka bir, ka thënë Allahu i lartësuam, laqad ji'tum shay'an idda, do të thënë psollët një gjë shumë të madhe, shumë të rëndë. Takadu as-samawati yatafattarna minhu. Do të thënë qiejt duan të plasin, të thërmohen nga kjo fjalë, wa tanshaqqu al-ard, edhe toka të qahet, wa takhirru al-jibalu hadda, edhe të shemben malet, do të thënë të thërmuara, an da'u lir-rahmani walada, do të thënë pasi ata kanë thënë se i gjithëmëshirshmi ka një fëmijë, wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada, dhe i gjithëmëshirshmi nuk ka nevojë që të ketë fëmijë dhe nuk i takon atij që të ketë fëmijë. In kullu man fi s-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Do të thënë çdo kush që është në qiell dhe në tokë i vjen
të gjithë mëshirshmit vetëm si rob. Do të thonë të gjithë melajket më të mëdhenjt prej melajkeve, edhe më të afërmit e tyre, edhe më të mëdhenjt e pejgamberëve, janë vetëm robër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Të gjithë që janë në qiell dhe në tokë. Laqad ahsahum wa addahum adda, do të thonë Allahu i ka përfshirë gjithë ata dhe i ka numëruar një nga një. Ose do të thonë qëllimi është se e njeh numrin e tyre të saktë. Do të thonë Allahu i di të gjitha krijesat e tij, i di njerëzit, xhinët, melajket, i di, do të thonë çdo gjë që ka në tokë dhe në qiell dhe secilin atom, secilin grimc që ekziston në ekzistencë. Do të thonë e di numrin e tyre Allahu subhanahu wa taala dhe i di mësitë e tyre. Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda, dhe në ditën e gjykimit secili prej këtyre krijesave do të vijë tek Allahu i vetëm. Secili, do të thonë do të vijë vet për të dhënë përgjigje për atë që e ka bërë ose atë që nuk e ka bërë. Do të thonë me këto prandaj do të thonë janë argumente të qarta që duhet të përfitojë njeriu, mirë po kur nuk e ka udhëzuar Allahu subhanahu wa taala, dikan atëherë nuk ka mundësi ai si të ngrihet në grad më të lartë, se ka thënë Allahu wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Në atë që e poshtron Allahu, atë nuk ka mundësi askush ta nderojë, askush nuk mund t'i japë atij nderim. Edhe nëse është largu prej rrugës së Allahut subhanahu wa taala, do të thonë ishe argumentet, ishe rrugën e pejgamberëve, edhe e kundërshton ata, ishe argumentet e Allahut, i kundërshton ato, ishe këshillat dhe nuk përfiton prej tyre, atëherë ai është i poshtruar i vërtet. Dhe nuk ka mundësi askush ta nderojë dhe ta ngrejë në një grad më të lartë. Ka thënë Allahu: "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Do të thonë kush është më i devijuar, do të thonë me të vërtetë më mendje e shkatruar se një njeri që i lutet dikujt që s'mund t'i përgjigjet asnjëherë deri në ditën e Kiametit, nuk mund t'i përgjigjet. Edhe madje wa hum an du'aihim ghafilun. Gjithashtu ata as nuk e din se këta janë duke u lutur. Thotë as nuk janë të vetëdijshëm, ata janë varret e tyre, e japin përgjigje. Nëse kanë qenë prej të mirëve, janë në kënaqësitë e tyre në jetën e varrit. Nëse kanë qenë prej të këqive, dhe shumë prej këtyre që i quajnë evlia dhe i lutin, kanë qenë prej më të këqive. Si përmendet për atë një varr që është në Egjipt, ku është i varrosur një Ahmed el-Bedawi, që vizitojnë njerëz, do të thënë nga gjitha vendet e botës, për të adhuru, për të pru kurbanet e aje kështu me radhë. Edhe është përmendur se në disa vite ka ndodhur që njëherë, do të thënë ka pas 3 milion vizitor, më shumë se sa mblidhen në Arafat, më shumë se në Qabe. 3 milion njerëz, do të thënë që kanë adhuru një krijesë që ka vdekur. Argumentet janë se ai ka qenë spion i batinive, i ubedive, do të thënë që e kanë shkatruar, do të thënë e kanë bërë përpjekjen për shkatrimin e Islamit. Dhe periudha e sundimit të tyre ka qenë shkatrim për Islamin. Këtë njeri e kanë bërë, do të thënë të këtill që vizitojnë dhe kërkojnë, pra i kërkojnë nevojat e tyre dhe kërkesat e tyre prej tij dhe e harrojnë Allahun subhanahu wa taala. Këta njerëz, siç thash, ndoshta kanë qenë prej të mirëve, është i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, edhe evliat shumë me të vërtetë, evliat vërtet janë në jetën e varrit dhe në kënaqësinë e jetës së varrit. Dhe ka shumë prej tyre që janë duke u dënuar në varret e tyre. Ne nuk e dim ghaibin, po ka të tillë, do të thonë që kanë qenë mosbesimtarë dhe mëkatarë kështu me radhë. Dhe ata as nuk e din se dikush është duke u lutur atyre. Nuk e dëgjojnë lutjen e tyre, por edhe sikur ta kishin dëgjuar, nuk kanë mundësi që t'i përgjigjen. Ka thënë Allahu: "Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Do të thonë ata që i lutni ju krahas Allahut, ata nuk posedojnë asnjë grimc, asnjë fije. Do të thonë fjala qitmir është përmendur se është ai peri që është në mesin e bërthamës hurmës. Do të thënë asaq nuk posedojnë këta që të cilëve u luten mushrikt. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nëse u luteni atyre,
nuk e dëgjojnë lutjen tuaj. Do të thonë sado që ti thrisni, sado që ti lutesh gurit, varrit, hajmalis, nuk e dëgjon. Do të thonë nuk e dëgjon lutjen tuaj, walau sami'u, nëse e kishin dëgjuar, sepse këta u lutën edhe njerëzve të gjallë gjithashtu, prej atyre mashtruesve, shejkhave të sufive, u lutën, e dëgjojnë lutjen e tyre. Edhe thot walau sami'u, nëse e kishin dëgjuar, mastajabu lakum, nuk mund t'ju përgjigjen. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Edhe në ditën e gjykimit, ata do ta mohojnë shirkun tuaj, do thonë këta nuk na kanë adhuruar ne, do të thonë distancohen, si ka thënë Allahu, idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Do thotë ata që kanë qenë të pasuar, do të distancohen prej pasuesve të tyre. Edhe do ta mohojnë shirkun e tyre, dhe thotë Allahu wala yunabbi'uka mithlu khabir, pra merreni vesh këta sepse ju lajmëron i gjithdijshmi për çdo imtësi, dhe nuk ka mundësi askush tjetër t'ju tregoj si ju tregon Allahu subhanahu wa taala që i di të gjitha imtësitë. Ai na ka treguar për këto çështje dhe ne e kemi obligim ta ndjekim atë që ka thënë ai subhanahu wa taala. Për këtë shkak, do të thonë, e kuptojmë rrezikun e njerëzve të bidatit që i kanë manipulu njerëzit, u kanë arsyetuar shirkun dhe devijimin, madje edhe i thrasin në shirk. Edhe prandaj rreziku prej tyre është më i madh se rreziku prej mosbesimtarëve. Si kanë thonë shumë prej dietarëve të mëhershëm, ka thonë Ibn Aqil, thot qala sheikhuna Abul Fadl al-Hamdani, do të thonë ka thonë pra mësuesi ynë Abul Fadl al-Hamdani, ka thonë mubtadi'atul islam wal wadda'una lil ahadithi ashaddu min al-mulhidin. Pra bidatxhit prej muslimanëve dhe trilluesit, shpikësit e haditheve, që trillojnë hadithe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë më të rëndë edhe më të dëmshëm se sa ateistët, ose femohuesit, do të thënë secili prej mosbesimtarëve. Sepse thot këta mosbesimtarët e kanë qëllim ta shkatrojnë fenë nga jashtë, kurse bidatxhit e shkatrojnë fenë nga brenda. Edhe janë sikur si një qytet i fortifikuar që është i sulmum edhe i rrethum nga mosbesimtarët. Do thënë, pra një qytet i rrethuar nga armiqt, është i rrethuar nga jashtë. Edhe ata mundohen nga jashtë ta dëmtojnë këtë qytet. Nëse ka brenda njerëz që e dëmtojnë edhe shkatrojnë në brendësitë qytetit dhe u hapin derën atyre armiqve të jashtëm, atëherë ndodh dëmi i vërtet. Prandaj do të thotë ky është shembull për njerëz të bidatit, sepse ata e shkatrojnë kështjellën dhe qytetin e fortifikuar e shkatrojnë nga brenda, kurse armiqt e jashtëm që e kanë rrethu islamin dhe sulmojnë, do të thonë dëmi i tyre është dëm i dukshëm dhe i pritshëm. Dhe prandaj sulmi i tyre nuk është i pranuar. Pra nëse vjen dikush prej jahudive ose krishterëve i thot muslimanit duhet të largohesh nga kjo akide, të largohesh nga kjo vepër, ta bësh këtë vepër, do të thonë nuk është i pranueshëm. Nuk e pranojnë njerëzit pasi e dinë se është armik i islamit. Kurse kur vjen njeriu me xhybe, me mjekër, me kapuç, do të thonë edhe të thot, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë unë thras në rrugën e selefit, edhe sjell bidatin, edhe arsyeton shirkun, atëherë do të thonë padyshim se dëmi i këtij është më i drejtë për drejtë, edhe dëm që shpejt arrin te zemra. Do të thonë prandaj ajo plaga e jashtme, edhe gjithashtu në mjeksi, do të thonë, nëse njeriu i ndodh diçka, një plag në likur, edhe një plag në mëlçi, ose në afërsi të zemrës, cili i mençur merret me këtë të jashtmen. Në patjetër atë që është brenda, sepse është afru te organet vitale, jetësore, edhe shumë shpejt do t'i shkatroj ato. Prandaj lufta për ta shëruar këtë keqe të brendshme duhet të jetë më e fuqishme dhe më e madhe. Si ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, pra pastrimi i rrugës Allahut
dhe pastrimi i fesë Allahut dhe menhexhit shariatit të tij dhe largimi i njerëzve të bidatit, imamëve të bidatit që i thonë këto fjalë të cilat janë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetit, ose gjithashtu ata që përhapin ibadete që janë kundërshtim me Kur'anin dhe Sunetin. Do thot largimi i tyre dhe lufta kundër tyre është obligim kolektiv, fard kifai, thot. Dhe për këtë nuk ka dyshim të muslimanët. Dhe thot sikur mos të kishte pasur njerëz që i sjell Allahu subhanahu wa taala, që t'i largojnë dëmet e këtyre, atëherë do t'ishte shkatruar feja. Mos të kishte pas dietar që i sqarojnë devimet e devijuesve, çka do të kishte mbetur sot prej fesë? Më thënë, nëse ishte lënë secili të flasë atë që do ta flasë, ta sjellë atë shirk që do ta sjellë, ato bidate që do t'i sjellaj, më thënë, nuk do të kishte mbetur asgjë prej fesë sot. Nëse nuk kishte pas dietar, pra që i ka sjellë Allahu subhanahu wa taala, që ta luftojnë devijimin dhe t'i sqarojnë njerëz të devijuar, atëherë do t'ishte shkatruar feja, thot Ibn Taymija rahimahullah, dhe përhapja e bidatit thot e ka dëmin më të madh se sa okupimi i armikut. Do të thënë prej armiqve mosbesimtar, sepse ata nëse na okupojnë, do të thënë nuk mund ta prishin fen e cila është brenda në zemër. Nuk mund ndikojnë te feja në zemër. Edhe ne e shohim këto, do thotë, a kanë mundur për shembull okupimet e lloj-llojshme. Na kanë okupuar serbë, bullgarë, gjermanë e të tjerë, edhe komunistat gjithashtu, por nuk kanë mundur ta shkulin fen që është në zemrat e njerëzve. Kurse njerëz të bidatit shumë shpejt e kanë largu këtë, pra thot Ibn Taymija, ata armiqtë e jashtëm nuk mund ta heqin prej zemre fen që kanë njerëzit, sepse feja islame, imani i sakt, do të thonë kur ze vend nuk mund të çrrënjoset me asgjë. Dhe si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka pas popujt më përpara që i kanë futur në grop edhe ja kanë vënë sharrën në majet kokës, edhe i kanë sharru, i kanë dalë në 2 pjesë. Edhe ka që ja kanë hequr mishin dhe lëkurën, ja kanë dalë mishin prej eshtrave duke qenë ata gjallë, me kreher të hekurt, ja kanë hequr, mirë po kjo nuk i ka largu dhe nuk i ka luhat në fenë e Allahut. Sepse imani me të vërtet, kur është imani i pastër me dituri të sakt, edhe zeven në zemër, nuk largohet. Mirë po, kur vjen njeriu që vjen në emër të këtij imanit, edhe fut devijime që nuk i merr vesh njeriu, edhe nuk del askush t'i sqarojë se këto nuk janë prej fesë Allahut, atëherë vjen shkatrimi i vërtet. Do të thonë, pra thot Ibn Taymija, mosbesimtarët nëse e marrin vendin, nuk mund ta prishin imanin që është dhe fen që është në zemër. Ajo mund të ndodhë dobësim, do të thënë si pasojë e mëvonshme. Mirë po nuk e prishin atë që është direkt në zemër, kurse njerëz të bidatit e prishin fillimisht zemrën. Dhe kjo është e njohur, siç tham, se kur të vijë mosbesimtari edhe ta ndalon fen, kjo më shumë e përforcon muslimanin. Mirë po, kur vjen bidatxiu edhe thot se te ne nuk ka dallim krishteri, jahudia, muslimani, edhe ne kemi tolerancë, edhe e respektojmë edhe besimin e shirkut, edhe besimin e atyre që thonë se Allahu ka fëmijë, edhe besimin e secilit, edhe atëherë sjell një argument. Do të thonë argument që nuk është në vendin e vet. Thot Allahu ka thënë lekum dinukum waliya din. Do të thonë ju e keni fen tuaj, unë e kam fen time, që nuk është e vërtetë. Pra Allahu ka thënë dhe kjo është për distancim. Kur do të thonë ato ajete që thot Allahu, thuaj o mosbesimtar, kul ja ayyuhal kafirun. Do të thonë o mosbesimtar, o mohues. Pra unë nuk e adhuroj atë që ju adhuroni. Do thotë feja ime është tjetër. Unë e adhuroj vetëm Allahun subhanahu wa taala, Zotin që më ka krijuar mua, ju ka krijuar ju, e ka krijuar gjithë botën. Edhe ju nuk e adhuroni këtë Zot, Zotin që na ka krijuar. Adhuroni tjetër kënd. Edhe atëherë në fund të këtyre ajeteve thotë demek se feja juaj është tjetër, feja ime është tjetër. Nuk është, do të thonë, kjo për të thonë se secili ka drejt besoj çka doje kështu me radhë. Për këtë shkak, vëllezër të dashur,
duhet mos e harrojmë, ky është vetëm një përkujtim i shkurt, sepse domethënë mendimi për ju është se keni të qartë rëndësinë e tauhidit, mirëpo është përkujtim edhe përforcim për thirrje, ta dini se obligimi mbi supet tona është shumë i madh, që t'i thrasim njerëzit në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala, secili me mundësinë e tij, secili, domethënë me ato mundësi që i kanë vetvete dhe me atë njeri për cilin ka mundësi t'i flasë, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Domethënë nëse Allahu udhëzon përmes teje një njeri, atëherë kjo është më e mirë se, domethënë, pasuria e gjithë botës, më e mirë se devete kuqe. Prandaj mos e nënçmoni, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a. Domethënë, mos nënçmo prej veprave të mira asgjë. Mos e nënçmo të mirën, pra mos e nënvlerëso se çfarë dobi e ka fjala ime, ose mos thuaj se filani nuk merr pa marrë parasysh sa i flet, ose unë nuk di, domethënë secili prej nesh di t'ju thot njerëzve, o njerëz, adhurojeni Allahun dhe largohuni nga çdo kusht tjetër që adhurohet përveç Allahut. Çdo kush prej nesh di që t'i thot njerëzve, faleni namazin se na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj keni parasysh se nëse Allahu domethënë të bën sebeb për ta udhëzuar një njeri, atëherë kjo është fitore e madhe, edhe dobi e madhe për ndonjë dhe në ahiret. Elusim Allahun subhanahu wa taala që na japë prej të mirave të tij të panumërta, na bëj të dobishme atë që na ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi, na shtoj diturinë, ta përmirësoj gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetet tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.